Pianoja nga Konstantin Tashko, që flet me zjarin e shpirtit, violinçeli nga Enea Nushi, që rrëfen thellësinë e ndjenjës, dhe violina nga Dejon Bendaj, që ngjitet si dritë drejt qiellit. Një trio instrumentistësh të jashtëzakonshëm, që sjellin në skenën e Teatrit të Vlorës madhështinë e kryeveprave që kanë sfiduar kohën dhe kanë prekur zemrat e brezave. Nga pasioni romantik i Rachmaninov dhe filozofia e Shostakovich, një natë e rrallë arti, ku 3 instrument u bën një zë i vetëm dhe muzika u kthye në përjetim. Koncerti u ndoq nga afër nga spektatorë të shumtë në numër, mes vlonjatëve dhe shqiptarëve dhe shumë të huaj nga Italia, Rusia dhe Ukraina, të cilët japin vlerësimet e tyre. Fantastik, 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 super të talentuar, fantastik. Muzika klasike është poema e shpirtit, fantastik, shumë të mirë çunet. Vlonjat po ishin fantastik të tre, ishin shumë të mirë, na kënaqën sonte. Amazing concert, beautiful, and I'm happy that I have chance to see them and to listen them. Shumë faleminderit Vlora and so nice talented musicians. Unë jam shumë e lumtur që e ndoqa këtë koncert, edhe për faktin sepse ata janë 2 nxënës të shkollës sime dhe ishin me të vërtetë të talentuar. Është fat i madh për qytetarët që ndoqën një koncert të tillë. Bella serata, grazie, veramente è stata interessante, molto interessante, grazie. Yeah, we like it very much. Thank you guys and yeah, it's really amazing. Sì, è stato bello, grandissimo, piacevole, all'altezza della situazione i compositori, a me è piaciuto tantissimo. Atëherë edhe njerë faleminderit për këtë intervistë që na mundsoni. Është një kënaqësi shumë e madhe. Sonde kemi kaluar një mbrëmje shumë të bukur muzikore. Kuptohet këtë e bën akoma më të mirë dhe më të bukur 2 nxënësit tanë, por edhe djali tjetër. E tha dhe drejtori i teatrit që një koincident shumë e bukur. Pianisti ka marrë për herë të parë çmimin e parë në qytetin e Vlorës, nëpërmjet konkursit EPTA. Por duhet falenderoj 2 nxënësit tanë, si Dejonin edhe Enean, 2 nga nxënësit më të mirë që ka pas shkolla jonë, që vazhdojnë, kontribuojnë edhe sot e kësaj dite në skenën e Vlorës, por kryesisht edhe në Tiranë. Na bëhet shumë qefi që nxënësit tanë gjithmonë performojnë edhe e nderojnë qytetin tonë të bukur të Vlorës. Gjithashtu duhet falenderoj edhe Teatrin Petro Marko me drejtorin Arturin që mundson këtyre talenteve të jashtëzakonshme që ka qyteti. Unë falenderoj dhe juve, uroj gjithashtu që të kemi gjithmonë koncertet e tilla. 3 virtuoz, një frym, një emocion i vetëm. Kjo ishte një nga ngjarjet më të rëndësishme në Teatrin Petro Marko, që solli emocione dhe një natë të paruar.